Pas përplasjeve të ndodhura në Rrjoll, policia e Shkodrës ka bërë të ditur bilancin e paraqitur nga operacionet e fundit: 3 persona të arrestuar në flagrancë, 7 të proceduar penalisht dhe 15 të shpadhur në kërkim. Të shpadhurit në kërkim u vedorzuan këtë të hënë duke u përgjigjur tesës autoriteteve ligjzbatuese. Qëllimi kryesor i tyre është që të mundohen në çdo kusht që mos protestojnë ta persona. Ta persona pra nuk kanë frikë as kërkën, se kanë tokën e vet, pronën e vet dhe nuk e kanë problem fare të vinë policit, përballën me policinë, me ata bandat e tokave me radhë. Pra, ardhja sot është për t'i treguar që edhe një herë atyre që jemi në tokat tona dhe jemi në punën tonë. Ata janë që vinë në pronat tona. Incidenti ndodhi gjatë një konflikti mes banorëve dhe kompanisë ndërtimore që po ndërton një resort në zonë, ku banorët sulmuan makineritë dhe krijuan tension mes tyre dhe policisë private. Plagosën janë ata siç i keni pa në ambulancë dhe asnjë nuk u mor me ta. Nëse ajo është plagos duke godit tjerët, jo duke godit atë dikush tjetër. Për disa nga banorët rëndojnë akuza serioze për plagosje të rënë me dashje, ndërsa 25 personat në hetim përgjegjësisht akuzohen për vepra penale të shkatërimit të pronës, kundërshtimit të punonjësve që kryen një detyrë shtetërore ose një shërbim publik dhe plagosjes së rënë me dashje. Hetimet vijojnë nga policia e Shkodrës dhe prokuroria, ndërsa autoritetet po përpiqen të dokumentojnë të gjitha dëshmitë dhe të identifikojnë përgjegjësit e tjerë për përplasjet.